Policia e Shtetit dhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë, ka ndërmarrë një aksion të përbashkët që ka çuar në konfiskimin për interes publik të një objekti banimi dhe shërbimi në rrugën Luk Kaçaj, në njësinë administrative numër 4 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, nga verifikimet e kryera, rezultoi se objekti ishte ndërtuar në kundërshtim me lejen e ndërtimit, duke shtuar në mënyrë të paligjshme katin e 10 dhe të 11 të godinës 9-katëshe, si edhe një pjesë të katit të 12. Autoritetet konstatuan gjithashtu se godina ishte vënë në shfrytëzim pa u pajisur me certifikat përdorimi. Referuar aktit normativ numër 8, datë 10/1/2025, te i kalimi i lejes së ndërtimit rezultoi mbi pragun ligjor prej 10%, çka parashikon masën e konfiskimit për interes publik. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa bëhet me dije se specialistët e sektorit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare dhe Komisariati i Policisë numër 4 kanë referuar edhe më herët shkelje të konstatuara në këtë objekt. Policia e Shtetit deklaron se do të vijojë bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse për kontrollin e territorit me qëllim parandalimin dhe goditjen e ndërtimeve të paligjshme dhe shkeljeve kundër mjedisit.